Përkundër praktikës të vërtetuar në 3 instanca gjyqësore, Ministria e Financave përmes avokaturës shtetërore vazhdon të bëjë ankesa në apel dhe ndonjëherë edhe në supreme. Praktika lidhur me këto raste është ndërtuar tashmë në të 3 nivelet e sistemit gjyqësor në Kosovë, mirë po nga ana e Ministrisë Financave dhe përfaqësuesës ligjore të saj avokaturës shtetërore, vazhdojnë të parashtrohen ankesat për gjykatën e apelit, edhe në disa raste edhe mjetet e jashtëzakonshme edhe në gjykatën supreme. Kjo padyshim që paraqet sfidë në vete në sigurimin e drejtësisë në kohë përpali. Unë konsideroj që më e mira do të ishte që organet administrative, në këtë rast Ministria e Financave, ta ketë parasysh praktikën gjyqësore që tashmë është ndërtuar, edhe që të reflektoj karshi kësaj praktike, edhe të mos ketë nevojë që palet për çështjet siç janë çështja e 2 pensioneve, të mos vinë në gjykatë. Kjo do ta ndihmonte gjykatën që të fokusohet në lëndë tjera të cilat do duhet i zgjedhë. Dhe mendojmë që janë hequr gjitha dilemat sa i përket kësaj çështje. Tani ata qytetarë që i kanë lëndë në gjykata themi të Kosovës, përkatësisht në shkallën e parë dhe dytë administrative, besoj që mund të parashohin që e drejta e tillë do t'ju njihet, normalisht nëse i kanë bazë dhe i kanë faktet në rregull siç edhe kërkohet me ligj. Dhe nëse në nivel praktik veç është e konsoliduar, atëherë mendoj që ajo dihet paraprakisht që ose është e parashikueshme që qytetarit kam ju njoft një drejtësi e tillë dhe prandaj konsideroj që do të ishte shumë ekonomike në kuptimin procedural që rastet e tilla edhe të mos vinë gjykat, por prap them është çështje e pushtetit tjetër përkatësisht e administratës dhe në këtë drejtim ne absolutisht nuk mundim as me interferuar as me u dhënë udhëzime se si me vepru.